Me mrama në ruëm zonja zotërin, I zotë I shpijis mirë se të këmë gjithë. Qka është me mire nuk ka hera e parë për 50, faleminderit, prapë kemë me arë se gjithmonë në për të mirë. Është vërtet një kënaqësi, është zakonisht e madhe këtu të mësonin mesin tuaj, për ata që se njohin besoj shumica më një. Jam Anton Lajçaj, prej majtësisë madhe. Përndryshe jam doktor I shkencave matematikore, profesor. Arsyeja se pse dola këtu me folë, pse ndoshta nuk kam aq me dëshirë, po është një arsye shumë e madhe, sepse më të vërtetë është nder që më ka këtu sot në këtë sofër me këto zënjusha shumë të nderuame. Njëna është përfaqësuese e qarkut Shkodrës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ose shtetit anë. Tjetra është po ashtu kandidate për sekretare të shtetit të Michiganit. Me të vërtetë, jo vetëm se familja e tyre janë krenar për to, por neve jemi krenar si bashkombës dhe si majtësor. Faleminderit shumë për guximin që keni marrë, faleminderit shumë për suksesin që keni arritë, sepse të dyja jeni të suksesshme. Edhe suksesin e bën më të madhe për Marianën për një fakt, sepse Mariana nuk është rritë në një shtëpi intelektualesh, kanë qenë familje mirë, familje burrash, por jo në një shtëpi që ka qenë për krahun nga shtetin, nga pasuria. Është rritë në një vend shumë thellë. Unë kam kaluar sajt e afër, që atje me stadion as rrugë makine nuk ka. Biles malit edhe kalje ka të vështirë me kaluar, por duhet me kaluar me barkë për me shkuat e shtëpia, ndoshta jam gabim, por ti mund të më përmirësosh nëse jam gabim. Të mendosh nga ajo zonë, domethënë të lëvish dhe të arrish të kesh një sukses dhe të biesh dikuj në sy, të tërheq vëmendjen e dikuj se ti mund të jesh përfaqësuese e një popullit, gjithsesi qytetarëve tu. Unë e them qytetarëve që vërtet është përfaqësuese e qarkut Shkodrës, por vendi I lindjes saj deri tek qyteti Shkodrës duhen disa kilometra. Dhe beson, edhe pse ne shqiptarët vërtet jemi kohë shumë I zgjuar, jemi dashamirës, por në mes vetes I kem ato dallimet, jo bashkë të fshatit, jo bashkë të qytetit, është vërtet një sukses jashtëzakonisht I madh që ka mujë me dëpërtua në Shkodër, ka mujë me dëpërtua në Kuvendin e Shqipërisë dhe unë I dëshiroj vetëm suksese. Edhe falenderoj shumë për pjesëmarrjen këtu, është vërtet një kënaqësi që të jem këtu sonte bashkë me ju. Gjithashtu edhe Suzanën me të njëjtat ndoshta vlerësimet gjithashtu të mëdha për ta, sepse është një vajzë e cila është lindur nga emigrant, ka rrjedh nga një familje nga shkreli majtësisë madhe të cilë kanë jetuar në amull ata të cilët nuk e njohin atë zonë, unë e njoh edhe atë zonë. Është një fshat I cili është në mes të 4 kollës dhe Ulqinit, kanë liçenin e Shasit afër, deri vonë kanë pasur në Jugosllavi, ka qenë edhe një farmë e madhe e baktishe derave kështu me radhë, pra kanë qenë edhe të cënuar prej 2 anëve, sepse nëna e tij kanë pas kufinin afër, nënën këtej kanë qenë Jugoslav dhe prindja e saj kanë ardhur këtu, kanë krejë jetesën, kanë punuar shumë për të shkolluar fëmijën dhe unë kur kam dëgjuar për herë të parë para disa vitesh, nuk e kam njoft atë personalisht, kam pyet ku janë shqiptarët, a kemi shqiptarë në për institucione, dhe ndër emrat e parë që më kanë ardhur, që mi kanë përmend, ka qenë Suzana Shkreli, pas ka bëm ka qenë në gjykatën e qarkut në Mount Clemens atë kohë, kur unë kam një gjuhë për ta. Dhe vërtet do ta përgëzoj për guximin, do ta përgëzoj për punën që bën dhe ka një përvojë jashtëzakonisht mirë në bashkëpunim me publikun e përcjell veprimtarinë e saj. Shpresoj besoj në një tarmë shumë të shkurtër do të jetë, domethënë përfaqësuese do të jetë gjithsesi sekretare e shtetit Michiganit që për ne nuk është gjë e vogël. Turoj sukses edhe faleminderit për çdo gjë që bën. Po ashtu kemi edhe 2 shqiptarë tjerë, kemi domethënë Robert Lëgjuraj, I cili është me të vërtet një djalë shumë ambicios që rrjedh nga një familje, Lëgjuraj shumë e njoftën në majtësi të madhe, neve ata I kemi njohim si burra, si trima, si njerëz të palë kundur të besës,
dhe absolutisht nuk kam asnjë dyshim që ai do në përfaqësoj në shtetin e Amerikës, si shteti bashkuar të Amerikës në Kongresin Amerikan, shpresoj pra se do fitoj, por për mua edhe fakti që këta të rinj marrin guximin për të kandiduar, për të luftuar, për të hyrë një betejë kaq se egër, shpesh edhe pa drejt për mua ka shumë rëndësi. Shpresoj se Ellaj do të jetë fitues në këtë garë shumë të vështirë, dhe do të na përfaqësoj në mënyrë sa më të drejtë, për çka neve do të na baj krenar edhe suksesi i tina. Po ashtu kemi një shqiptar tjetër, avokat po ashtu, zotëni Renis Nushaj, dhe unë shpresoj dhe besoj që edhe ai me punën dhe përkushtimin e tina, që Ellaj ka ardhur në moshën shumë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a shkolluar ai këtu, dhe ka marrë guximin dhe hapat e rëndësishëm për të marrë një stol në Senatin e Shtetit të Michiganit. Ju urojmë suksese të gjithëve dhe kjo është qëllimi i gjithë neve. Neve që kemi lënë vendin ton, neve jo se mendojmë për vetveten as shumë, neve mendojmë për fëmijën tonë, dhe duam që fëmia jonë dhe pasardhësit tonë të jenë ata që do të na bajnë krenar, të jenë ata që do të jenë suksesshëm në këtë vend. Dhe pse jo të jenë krenar, për çka janë? Pra në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment ata të ndihen domethënë të nivelit të dytë si komull dhe si njerëz prej kavin. Duhet të kthehem përsëri në Shqipërisë, unë vërtet kam lind në anën tjetër të kufinit administrativ, por kam pas fatin të studioj në Shkodër, kam jetuar në Shkodër 4 vjet. Kujtohen vitin 93, 94, 95, 97, atër ka kënë koha kur popullate duka gjini, thashtë unë në Shkodër. Edhe në momentin kur është votoj, kom përcjell votimet, Mariana thash, hajde të lypin Shkodër në tokë, Shkodër ma, thash, këta more në edhe deputet. Pra, Shkodra dhe ajo zonë, dhe më thanë, unë e kam përveç majtësis male, e kam në zemër, e kam shpirt, e kam shtëpi dytë, edhe një kërkesë në kisha me pas për deputetën, ndoshta kjo të tigullon, pra thjesht kërkesë shoqënore, me qenë se këto janë vetëm fillimet tuaja të shërbimit, ne që në shërbim publik, dhe besoj se ne do që një ditë edhe kryetare të kuvendit, edhe pse jo edhe kryeministre, por një gjatë që unë e kam vrejt, edhe atëherë, e vrej edhe sot, mendoj se me njerëzit, me rinin tonë, duhet të punojmë pak më shumë në pikpamje të ruajtjes së identitetit kombëtar. Ne dim se gjithë punojmë për të jetuar, gjithë punojmë për të bërë dikush personalisht si person, por ne duhet që në farë mënyrë të tërheqim vëmendjen tek tri tonë dhe të mësojmë në farë mënyrë ta duan vendlindjen, ta duan kombin e tyre dhe ata mos të mohojnë vetveten për gjëra më të vogël. Unë kam student, për shembull, kishëm para një vitit një student nga Universiteti Fanolin Koç, mos po gaboj, dhe dy tjerë nga Universiteti Durrësit, 3 nga Tirana. Unë vetëm e njohta rastësisht nga emrat, dhe ishte vërtet fatkeqësisht, domethënë emrin të mund të dallojnë të gjithë se jam shqiptar, dhe prezentimin tim para studentëve gjithmonë prezantohem me emrin Filan Fisteku dhe jam shqiptar. Ju betohem deri në momentin që unë ju jam afrit dhe ju kam thënë, a jeni ju shqiptar, po e kishin me ndrojtje me më tregua se jam shqiptar. Thash, unë e di, thash se jeni shqiptar, por unë jam shqiptar dhe ju do ta keni për nder të jeni shqiptar. Ju s'do të jeni ndrojtje, ju nuk të jeni as 0% më të paditur se gjithë këta që i keni rreth. Pra, mendoj që duhet punuar pak në Ministria e Arsimit, duhet të kyçim, domethënë, ndjenjen kombëtare, jo ta imponojnë, por ta mësojnë në mënyrën sa më profesionale që fëmia jonë të ndihen krenar se çka janë dhe ku janë dhe mos të bjenë preh e asimilimit kudo që lëvizin. Nga përvoja që kam këtu në arsim, shpesh herë nga atje themi Amerikanë nuk e çajnë kokën për adletarizëm. Amerikanët janë aq përkushtuar për të dashur vendin e vet, për të pasur alluruar dhe përkrah kombin e vet, sa nuk ja keni ide. Kur them se çdo nxënës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në orën 7, ose 7:10, ose 7:20,
edhe ashtu i përgjumshim qohet në kam dhe kënon hymin kombëtar. Çdo ditë shkollës. Një kohë që unë menoj shkollat në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, ndoshta hymin kombëtar e kënojmë kur është dita e flamurit ose kur kemi një lojë futbolli. Pra, siç Aze Flumi e kishte thënë në një thënie që pyetën çka duhet të bëjmë na që të ndryshojmë mentalitetin e këtij populli thotë duhet të ndrohet truni. Si duhet të ndrohet truni? Përmes shkollimit. Dhe pra maj një kërkesë shoqërore, nëse keni mundësi me atë kolegë tuaj që të shtihet në programin mësimor Alle dashuria, që shpjegohet dhe me thënë ashtu si që është Shqipëria, nuk ka vend më të bukur në botë. Ju mund të thoni, jo po e duam, jo se duam, na ka nxjerrë jetën Shqipëria. Shqipëria neve s'na ka nxjerrë jetën. Ne ndoshta ja kemi nxjerrë jetën Shqipërisë. Shqipëria është vendi më i bukur në botë. Lumej, deter, fusha, male, kodra, pra duhet politika shqiptare dhe politikanë që të punojnë më shumë, që ato gjenerata që sot rriten të ndjen vetin krenar, kudo që t'jenë dhe mos të mohojnë vetin, sepse ne si individ jemi shumë të sukseshëm, kudo që jemi, por ama neve në mungon pak bashkëpunimin mes njëri tjetrit. Si kolektiv aty ndoshta stagnojmë. Pse stagnojmë? Sepse gjithë mendojmë duke mos i besuar palës tjetër. Pra në këtë pikë mendoj që neve kemi nevojë si kombë, si shtet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, edhe në Malësi, edhe në çdo vend, domethënë aty ku ka shkolla shqipe, që të punojmë me të rinjtë tonë për ta dashur vendlindjen dhe kombin e vet. E di se ju majta gjatë, neve të arsimit vërtet nuk ndalemi kur s'folëri, por vërtet është një kënaqësi jashtëzakonisht madhe për me kanë këtu, edhe jemi shumë krenar për ju. Faleminderit për pjesëmarrjen, deputete shumë nderuar Mariana Koçeku, dhe faleminderit shumë për pjesëmarrjen Suzana Shkreli. Ju uroj suksese dhe gjitha të mirat. Allah i Zoti i shtëpisë të rrit nera. Shumë të rrit nera. Faleminderit shumë për faleminderit.